Kemi në ndeshje me super panelin ton, kush ka mbritur tani Erion Kristo. Gjoj Jaka e mrekullueshme, një psikologe preferuar prej meje, motivuese e shkëlqyer dhe një yll i bukur që s'perëndon kur. Po ka sjell dhe 2 libra të mrekullueshëm, ë? Po, nxirë librin këtu që ta për plasin e ekran time të bukur me shumë respekt dhe dashuri. Isha duke e shkruar dhe zemra ime faleminderit. dashuri. Firmën dhe datën. Po ti tregon kopertinën njerë, kopertinën. Vetëm Bardezi, duhet të shumë, rregullosh si ku prezantimin, emision. se nuk jam psikologe, pedagoge shkencash. Por populli të kupton psikologe. Mos ja shkruaj Erionit se bëri. Njerëzit duan që kur kanë hall, Psikologistja ime preferuar. njerëzit duan me zgjidh hallet. Pa. Ervin Karanja, një jurist i shkëlqyer. Ai është autori i Kolodokut radhës kaluar, një meme që ka përhapur në gjithë internetin. Harrove boshtin me gunga. Boshti me gunga pra, po na thanë që s'është ajo. Po, Është lexoje pak. Po direkt, po. Për Erion Kriston. Që puto Gjoj, ka që? Unë po, e bëra unë më gjatë kushtimin se ti. Suela Kocibelli, nuk e di, një avokat e populli e shkëlqyer do kishe qenë Suela, po ju... E, kur ti ke Endri. Ju deputetët shokët e Zeqines, përveç Zeqines. Ashtu dhe. Dhe një pedagog i preferuar i Uetit që unë e du fort se është jurist me jë. Universiteti Tiranës, po. Hitet e Tirana, një shkallë ma lartë. Është shumë shkallë. Po. Vetë Kreshtik Miftari është në studion ton, edhe Miki Dashur shumë i studion, e ëngri direkt virozën këtë vit. Ka ardhë 3 herë këtë vit, 4 herë, ku diun sa ka ardhë. Qa po ndodh me burqet? Situatë shumë me... Burqet? Qa ndodh? Jo, ne po qeshim fakt, janë ca që po qajnë, po edhe ca që ditën. Burqet janë më shplot. Kam shumë të para burgosur se sa të burgosur. Reforma në drejtësia arriti qëllimit, i mushi burgjet plot, pra ky ka qenë qëllimi. Burgose e shqiptarve, rritja e numrit burgjeve dhe gëzimi njerëzve. Sa për shumë njerëz në burg, kam shumë burra se gra në burg, për i të vërtetës. Gjoj e di që mirë këtë punë. është rrit numri burrave në burg. 2500 të para burgosur, Si të duke numër shifër jashtëzakonisht e lartë. Si të duke? E përballove dot? Vitet që kam drejtuar unë, në kohën që drejtova, diku 2 javë pas si mora detyren, u krye amnistia e atij viti, që ishte e vitit 2015, ishin 130 gratë dënuara në burgun 325 ose burgu i grave, kishte më shumë para burgosura se sa të dënuara, përfituan me amnisti numër shumë i madh, ndërsa si vjet, sepse unë po lexoja ligjin këtë ditë dhe që më dhe mbi shumë, përfitonin me amnisti vetëm 4 gra, që është dhe 3 fëmijë nga Instituti i Miturve në Kavaj. Mund të them unë një gjë Gjoj për ty që ti se thua dot për vete? Po, mund ta thua. Mirë, ma jep që kamerën këtu. Që ta kuptoni ju ka një dallim të thellë midis atij që thotë e bëj unë dhe atij që e bën se e di. Gjoj është ky rast, kur kemi qenë te burgu që drejtonte Gjoj, burgu ishte si farmaci.